Jam i nderuar që jam sot në mesin tuaj në një tryezë të bashkëbisedimit ndërfetar. Kjo është një mënyrë tejet rëndësishme për të kuptuar, për të mirë kuptuar njëri tjetrin, por edhe vetveten secili prej nesh. Dëshiroj të falenderoj organizatorët për ftesën dhe për angazhimin në mbledhjen e aktorëve dhe institucioneve kyçe nga komunitetet fetare deri te përfaqësuesit institucional dhe partnerët ndërkombëtar në funksion të forcimit të lidhjeve dhe bashkëpunimit për avancimin e diversitetit dhe mirëkuptimit të ndërsjellët. Duke marrë parasysh rrethonat e krijuara në vitet e fundit, si rezultati pandemisë globale, konflikteve të përgjithshme, problemeve mjedisore dhe krizave energjetike dhe ekonomike, po bëhemi gjithnjë e më të vetëdijshëm, e më të përgjegjshëm për rëndësinë e solidaritetit dhe bashkërendimit ndërmjet vendeve dhe institucioneve në adresimin e sfidave të shoqërive në këto kohra të ndryshimeve të mëdha globale. Liria fetare, padyshim që mbetet një nga të drejtat themelore universale të njerëzit, si bazë e një shoqërie demokratike dhe gjithëpërfshirëse, që gjithnjë do të na ndihmojë që të tejkalojmë vështirësitë sa më kollaj e sa më shpejt. Në njëjtën kohë, edhe trashëgimia kulturore dhe fetare përfaqëson një pasuri të përbashkët që i lidh komunitetit, forcon identitetin dhe nxit mirëkuptimin e ndërsjellët. Prandaj, politikat tona synojnë që ta mbrojnë trashëgiminë kulturore dhe ta vënë atë në shërbim të paqes, bashkëjetesës dhe zhvillimit shoqëror, gjithnjë duke respektuar e zbatuar lirinë fetare si e drejtë elementare njerëzore. Në Kosovë, bashkëjetesa ndërfetare nuk është vetëm një aspirat moderne, por edhe traditë historike e ndërtuar ndër shekuj mbi respektin dhe bashkëjetesën. Ajo mbetet një vlerë themelore e shoqërisë sonë, e cila ka kontribuar në ruajtjen e kohezionit dhe të stabilitetit, duke dëshmuar që diversiteti apo lloj-llojshmëria nuk është burim ndarjeje, por pasuri e përbashkët që duhet ruajtur dhe kultivuar për brezat të cilët vijnë pas nesh. Në këtë drejtim, Qeveria e Republikës Kosovës ka ndërmarrë hapa konkret për mbrojtjen, ruajtjen dhe promovimin e vlerave kulturore dhe fetare në gjithë vendin tonë për të gjitha komunitetet pa përjashtuar asnjë qytetar. Janë restauruar dhe vazhdojnë të restaurohen xhami, hamame, teqe, kisha katolike dhe ortodokse, qendra kulturore hebraike, si dhe monumente të tjera me vlerë historike duke u kthyer në hapësira të gjalla të kujtesës, besimit dhe dialogut ndërmjet komuniteteve. Aty ku njerëzit bëhen bashkë, aty ata do ta kenë gjithmonë pranë qeverinë. Po ashtu janë ndërmarrë masa të vazhdueshme për funksionalizimin e këtyre objekteve në mënyrë që ato të shërbejnë besimtarëve dhe komunitetit të gjithë, duke forcuar njëkohësisht komunikimin dhe bashkëjetesën ndërfetare në vendin tonë. Besoj që e keni vërejtur që po them bashkëjetesë e jo tolerancë, për shkak se ne jemi për te tolerancës. Jemi të bashkëekzistenca, jemi të bashkëveprimi, të bashkëpunimi, të bashkërendimi, pra jemi të bashkëjetesa e komuniteteve fetare të ndryshme. E këto angazhime pasqyrojnë për kushtimin tonë që trashëgimia fetare të mbetet një urë lidhëse e dialogut, respektit dhe bashkëjetesës ndërmjet komuniteteve. Në Republikën e Kosovës, diversiteti kulturor dhe fetar mbetet një ndër shtyllat themelore të shtetit tonë demokratik dhe gjithëpërfshirës. Kontributi të gjitha komuniteteve fetare në jetën shoqërore, arsimore, kulturore, është i çmuar dhe përbën pjesë të rëndësishme të zhvillimit e të përparimit tonë të përbashkët.
Në përputhje me temën e kësaj trueze, bashkëjetesa ndërfetare ndër ne, virtyt hyjnor apo domosdoshmëri shoqërore, besoj se përgjigja qëndron në vetë pyetjen, në ndërthurjen e këtyre dyave. Ajo është një virtyt që buron nga lart, por njëkohësisht edhe një domosdoshmëri nga poshtë, për paqen dhe zhvillimin e shoqërive tona. Në këtë frym, komunitetet fetare në Kosovë mbeten partner të pazëvendësueshëm në ndërtimin e një të ardhme e cila bazohet në besim, respekt dhe harmoni për shoqëri të qëndrueshme. Ju falenderoj. Dialogu ndërfetar, virtyt hyjnor apo domosdoshmëri shoqërore. Kjo pyetje nuk është vetëm teorike apo akademike. Ajo prek vetë zemrën e bashkëjetesës sonë si shoqëri dhe si popull. Sepse ku feja takohet me jetën, aty lind nevoja për dialog, për dëgjim, për mirëkuptim dhe për bashkëpunim. Shpresoj se kjo ditë bashkëpunimi vëllazëror, miqësisë dhe dialogut me të përbashkëtën, si edhe të dallueshme mes nesh, të jetë një hap i rëndësishëm ndaj të forcimit të unitetit tonë në dallime dhe drejt fillimit të mirëkuptimit ndërmjet nesh. Sepse uniteti i vërtet nuk është një tërshmëri, por harmoni në shumëllojshmëri. Synimi ynë pra mbetet i njëjtë, të forcojmë të përbashkëtën pa cënuar të dallueshmën. Kjo është një sfidë e vazhdueshme, por edhe një thirrje e bukur që na fton të rritemi si individ dhe si bashkësi. Sepse vetëm duke ruajtur identitetin tonë dhe duke respektuar identitetin e tjetrit, mund të ndërtojmë një bashkëjetesë të qëndrueshme dhe të sinqert të qëndrueshme. Është nder dhe privilegj i veçantë që këtë vit jemi mbledhur në ambientin e Bashkisë Islame të Kosovës, i cila me bujarinë dhe mikpritjen e saj po dëshmon se janë të fjalës, pasi në konferencën e vitit e kaluar, ku një Këshilli Kisha Katolike premtuat se kësaj radhe do të mirëprisni ju këtë konferencë që sot fatbasisht po e realizojmë. Kjo mikpritje është me shumë se një gjest organizativ. Është një shenjë e gjallë e besimit të ndërsjellë dhe kulturës sonë të bashkëjetesës. Ashtu si vitin e kaluar kjo tërezë u mbajt në ambientin e Kishës Katolike, sot po mbahet këto. Kjo vazhdimsi ndërmjet nesh na nxit të vazhdojmë këtë iniciativë si rrugtim të përbashkët e të vazhdueshëm. Në këtë frym shpresojmë shumë që në vitin tjetër të na mirëpres Kisha Ungjillore apo Kisha Ortodokse. Jemi mbledhur sot këtu me nismën e Fondacionit Drita për të zhvilluar tërheqjen me temë bashkëjetesa ndërfetare në ne, virtyt hyjnor apo domosdoshmëri shoqërore, e cila organizohet për të dytin vit me radhë. Kjo nismë përfaqëson një vlerë të çmuar dhe një përpjekje të sinqertë për të afirmuar dimensionin hyjnor dhe njerëzor të bashkëjetesës. Ne jemi sot këtu për të reflektuar mbi një realitet që populli ynë e ka ndërtuar ndër shekuj, harmoninë dhe mirëkuptimin ndërfetar. Këto vlera janë bërë pjesë e identitetit tonë dhe një virtyt që e dallon shoqërinë tonë. Të nderuar pranishëm, historia jonë dëshmon se bashkëjetesa nuk është vetëm një ideal, por një praktike e jetuar. Besimet tona fetare janë pasuri shpirtërore dhe morale që japin kuptim jetës dhe forcojnë lidhjet shoqërore. Prandaj edhe sot ne riafirmojmë përkushtimin tonë për të kultivuar frymën e mirëkuptimit, duke respektuar besimin tonë dhe duke çmuar besimin e tjetrit. Këtë e kemi edhe obligim hyjnor.
Zoti i Madhërisëm e porosit Muhamedin, paqja e Zotit qoftë mbi të, ju thot të tjerë. Ju keni fen tuaj ndërsa unë kam fen time. Nga kjo mësojmë se misioni thelbësor i fesë nuk qëndron në përçarje, por në afrimin e njerëzve. Ajo nuk synon konfliktin, por ndërtimin e paqes së qëndrueshme. Feja nuk ushqen urrëtie, por kultivon respekt dhe mirëkuptim të ndërsjellë. Në thelbin e saj, ajo promovon respektin si parim themelor të bashkëjetesës. Këto nuk janë vetëm ideale teorike, por edhe vlera universale me peshë të përhershme. Ato mbeten të domosdoshme për çdo shoqëri që synon stabilitet dhe harmoni. Në veçanti në realitetin tonë, këto parime marrin një rëndësi edhe më të theksuar. Prandaj afirmimi dhe zbatimi i tyre është kusht për një të ardhme të përbashkët dhe paqësore. Populli ynë shqiptar dhe komunitetet tona fetare i kanë trashëguar këto vlera ndërbreza. Andaj është përgjegjësia jona që t'i ruajmë, t'i kultivojmë dhe t'i përcjellim më tej. Ndaj mbajtja e organizimeve si ky i sotit janë në funksion të kësaj kauze fisnike dhe njerëzore. Harmonia fetare në Kosovë është pasuri kombëtare. Besimtari cili do qoftë feja apo besimi i tij meriton dinjitet. Dhe në fund duhet të ditur se shqiptaria nuk e mohon fen, shqiptaria nderon fen, por refuzon përçarjen në emër të saj. Ju uroj qëndrim të këndshëm dhe punë të mbarë. Ju falenderoj. I'm grateful, I am humbled, I'm honored to be here amongst such distinguished guests. One thing that I've noticed in the short time that I've been here is everywhere I go in Kosovo, people work very hard to make me feel at home. There is a level of hospitality here, regardless of religion and regardless of ethnicity, that is unparalleled anywhere else I've been, and I'm grateful for that. And of course, you guys are committed to a noble endeavor this morning, interfaith dialogue. I agree with the speakers before me, with the Grand Mufti and the Prime Minister and Mr. Gashi, that interfaith coexistence among us is both a divine virtue and a societal necessity. Religious faith, along with all its traditions and the way in which it shapes us, is a powerful force. It has the power to divide us or unite us. It can lead us to war, or it can lead us to peace. However, no diverse society can last long unless people of faith within that society learn to live, work, and worship in harmony with one another. And of course, healthy coexistence begins with honest dialogue and a humble desire to understand one another. As leaders of your various faith traditions, it is also true that you can be a powerful influence in your communities and therefore what Kosovo will become. No outside group can determine this for Kosovo. While the people of Kosovo will decide their future, those gathered here today as representatives of the divine, who teach divine virtues like coexistence, have great power to influence the future of Kosovo for the better. But a better future only happens when everyone, regardless of religion or ethnicity, work together to see it become a reality. In the short time that I've been here, I've been inspired by the people who call Kosovo home and the religious leaders that I have had the opportunity to meet from every faith tradition. Kosovo is a beautiful and diverse place. The best days for Kosovo are ahead of it. And I am humbled to play a small part in the KFOR mission. I'm humbled to play a small part in helping support a safe and secure environment so that events like this can take place. And I am grateful for you. And I pray for you daily.
God bless you.